Nuk është një sekret. Ushtria kroate është e armatosur deri në dhëmb dhe është një nga ushtrit më të forta dhe më të rrezikshme në Ballkan. Përveç sistemeve raketore vendase të modifikuara dhe të modernizuara, kroatët kanë blerë nga SHBA 8 sisteme të sofistikuara raketore HIMARS, që janë të një niveli shumë të lartë. Gjithashtu, qeveria kroate ka blerë nga Gjermania 50 tanke të fuqishme Leopard, me krejt sistemin e tyre raketor mbrojtës dhe me shënjestrues me lazer. Po ashtu aviacioni kroat ka blerë nga Franca edhe 6 avion super modern francez Rafale të gjeneratës së 4 dhe të 5. Trajnimi i pilotëve ka përfunduar dhe forca goditëse e avionëve është sot aktive. Këtyre blerjeve të fundit ju shtojnë edhe 6 dronë TB2 Bayraktar nga Turqia, ku gjithashtu janë trajnuar paralelisht edhe pilotët drejtues të dronëve të shtrenjtë. Sipas ekspertëve, fuqizimi ushtarak i Kroacisë është i paparë ndonjëherë në historinë e vendit ballkanik, antar i NATO-s. Nënvizohet që ky arsenal i shtohet forcave të armatosura kroate, të cilat kanë një profil të lartë dhe cilësor në bazën e tyre. Tanket e vjetra jugoslave janë zëvendësuar me 60 tanke amerikane Bradley M2A2 të dhuruara bujarisht nga Washingtoni disa kohë më parë. Në marrëveshjen trepalçe me Shqipërinë dhe Kosovën, Kroacia zotron armatimet më të mira dhe më të përditësuarat, por së bashku me forcat ushtarake shqiptare dhe ato të Republikës së Kosovës, duket se Serbia ndihet realisht brenda një gardhi mbrojtës ushtarak shumë të fortë. Profesor Shala, në këtë rast do të thoya kolonel, se një e dyre kam gabuar, kam thënë major. Tani, të rekënd që Zagreb, Tiranë, Prishtinë, në kuptimin geopolitik, në kuptimin ushtarak, ka një domethënie shumë alarmuese për serbët të cilët janë ankuar dhe në Bruksel, vazhdojnë të mbajnë gjallë këtë jahonën e këtij nënshkrimi në fakt befasues, që u bën Tiranë, dhe ka filluar skanimi i ushtrisë kroate, po flasim në mediat e specializuara, skanimi i ushtrisë shqiptare, që rezulton më modestja, dhe skanimi i ushtrisë së Kosovës. Duke prodhuar, si thuhet, të skenarin imagjinare që në rast se njëri nga vendet preket, ndoshta, pavarësisht se nuk është në kontratë ose në marrëveshje, në marrëveshje, të gjitha vendet, 3 vendet bashkë, të thuash koordinohen, sinkronizohen për të mbrojtur territorit e tyre. Si u duket kjo analizë dhe ky skanim ushtarak? Shiko, serbët më shumë, serbët e din gjendjen edhe të ushtrisë shqiptare dhe të ushtrisë së Kosovës. Faktori që ata kanë më tepër problem dhe që kanë rivalitet janë kroatët. Gjithsesi ata i shqetëson shumë aleanca kroato-shqiptare. Pse? Ata e din mirë që shqiptarët me kroatët kanë disa vlerat e përbashkëta dhe unë vazhdoj të qëndroj gjithmonë asaj që aleancat kanë përbazë vlerat. Cilat janë këto vlera? Njëherë mund ta themi që janë shumë të hershme bile, nuk e dini apo jo, po një pjesë edhe të shkencëtarëve kroatë mbrojnë tezën që edhe kroatët janë pasardhës të ilirëve. Pra, pasardhës të ilirëve, po i lirë të slavizuar. Pra, i lirë të slavizuar. Tjetër, vim më vonë, edhe gjatë periudhës së Jugosllavisë së pas luftës, apo të luftës së ftohtë, Tito u përpoq në fakt që t'i përdorte shqiptarët, kjo shkoi në interes shqiptarët, sepse shqiptarët fituan një status kushtetues pas shumë përpjekjeve atë të krajinë socialiste autonome, por Tito i përdori për ta limituar pushtetin serb pas azësimit apo pas dënimit e Rankovicit. Vazhdojmë më pas. Me fillimin e luftës në Kroaci, Serbi, shqiptarët rreth 2700-2800 veta kanë marrë pjesë hapur janë rështuar me forcat kroate, bile ka patur edhe general. Një nga këta general ka qenë i rëndësishëm edhe në operacionin Stuhia. Me pas ky general u bë komandanti i ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe me pas edhe kryeministri dhe ministri i trupa mbrojtjes së Kosovës. Ja kam fjalën për general Lagim Qekun. Vazhdojmë me tutje. Shqipëria
Shqipëria dhe Kroacia kanë qenë në një korsi, në një rrugtim për të pranuar në NATO dhe janë pranuar në të njëjtën ditë, në të njëjtën orë në NATO. Keni parasysh që disa vite më parë, 5-6 vite para se të pranoheshin, funksionoi kjo që quhet Adriatic Treshi, pra në drejtimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra një si biçim aleance për kohën e presidentit Bush. Po. Por dhe u konkludu pavarësisht pastaj se Maqedonia nuk u pranua për efekte kryenisësisë të Gruevskit dhe presionit grek. Dhe pra shqiptarët kanë patur dhe kanë raportet mira me Kroatin. Për Maqedoni ka pas persona Greqia? Absolutisht. Po Greqia i vendosi ose do të pranosh ndryshimin e emrit, atë që pranuan tani, ose nuk do të pranosh NATO dhe Gruevski nuk e pranoi ndryshimin e emrit. Po për Shqipërinë, jo? Jo, po s'kishin çfarë, ato që kishin dashur me Shqipërinë arritën ata. Çfarë ishin? Po ato edhe disa premtime, disa gjëra për statusin ka patur disa probleme në atë kohë që mund të jenë edhe të brendshme kështu si probleme, po që janë premtuar dhe janë realizuar, domethënë. Dhe po se ne që jemi antar i NATO-s me kushte? Jo, nuk jemi me kushte. Me kushte greke? Jemi me dakurtësi greke. Nuk ka, po s'pa dakurtësi nuk mund të pranohesh, është kategorike ajo punë. Dakor, po domethënë, kjo dakurtësia është dhënë me kusht apo pa kusht? Po e tërheqti se e thej një gjë dhe pastaj u bëre pak pishman. U dha dakurtësi tashme, nuk ka kushte pa kushte. Ideja është ne jemi antar. Po ti the që ato që deshin i morën, të do e me ditë çfarë morën. Ata që në 2008 vazhdojnë edhe sot, ne jemi vend antar i NATO-s dhe vazhdojnë edhe sot që të jetë ligji i luftës. Ke parasysh? Ka edhe probleme tjera që nuk mund të i pranojnë. Pakti me detin. Pra, janë disa... Pakti me detin. Goze e mirë, me që nuk mund të podë, gjitha këto janë... Filloj me rendit. Qa morën, jo, era parë që për t'i gjërë sinqerisht. Pra në vitin, atë për një minut. Në vitin 2008, ku e kam kamerën këtu? U zeshe të hapëm këto, po... Ate një sekundë, minuta, mos të bimë ndosë. Në 2008 Shqipëria bëhet antare i NATO-s. Në periudhën e Bush Junior. Dakor? Me të njëjtën orë, po t'ja hapë, në të njëjtën orë dhe ditë me Kroacinë. Tani, zoti Shala tha që dha diçka Shqipëria në mënyrë që u dha diçka që Greqia të jepte dakortësinë që Shqipëria të futej në NATO. Shala ndalon aty Gozej, cila është kjo që nuk thotë zoti Shala? U dhanë varezat greke. U dhanë varezat greke. U dhanë komunat greke, pra ishte vetëm një, u bëm në 2, tash i pretendojmë të bëjmë 3. Me gjithë i marës. Pretendojmë të bëjmë 3, vjallë. Kush ishte komuna e dytë? Njëra ishte Dropulli, tjetra është komuna e... Dropulli ka qënë. Bashkia e Mars. Jo, Bashkia e Mars nuk është. Është akoma, është. Kurse komuna tjetër është këtej në Finiq, pra ka qëndër Finiqin. Ka si qëndër Finiqin. Po, okej. Në Mesopotame, në këto gjitha, janë ja 57 fshatra. Ate, 1, 2, 3. Njëshi ishte Barezat, 2 si këto 2 komunat dytë, 2 ishte komunat, Marrëveshja e Detit, 3 ishte Marrëveshja e Detit, që u bë. Ka edhe tjera, ka ca urnimet të tjera të vogla, të cilat erdhen edhe më mbrapa, pra një pjesë i bëri Berisha, një pjesë i bëri Rama, pra të dy kanë luftuar kush e kush t'japi më shumë Greqisë. Jo, prit, antar dallës u bëm 2008 tani, në kjo gjë tjetër. Po kushtet kanë vazhduar, pra efektet janë shtrirë në efektet vazhdojnë në kohë. Hoqëm në 2015 për shembull, hoqëm dorë nga toponimet shqiptare, nga toponimet shqiptare të Çamërisë në pasaportat shqiptare, pra e shitëm Çamërinë totalisht. Tha merreni se nuk e duam më. Dhe tashmë përdorim toponimet greke, është pjesë e këtyre marrëveshjeve të mëparshme, që vazhdojnë edhe implementohen edhe sot. Pra kjo është arsyeja që serbët domthon i shqetëson, nuk i shqetëson shumë armatimi i Shqipërisë dhe i Kosovës, sesa i shqetëson që kroatët dhe shqiptarët kanë disa vlera të përbashkëta. Aleanca politike. Po. Okej. Bozhego? Tani Vučić ka të drejtë në një lloj mënyre që të ndihet i kërcënuar, sepse tek e shef veten të rrethuar nga aleanca, dhe këtu s'kemi çfarë themi, është kroatë të NATO-s, antarët NATO-s, që miratimin duam apo nuk duam e kanë marrë nga kush është në krye të NATO-s.
Ka një lloj dyzimi, sepse duhet kuptojmë diçka. Vetë Vučić, të gjithë politikën e vet propagandistike të mbrëmshme e ka ke armiku jashtëm që janë kufitarët e vet. Shqiptarët, Kroacia, Bosnjakët, deri diku si ka shumë në refene ata për arsye të tjera, dhe gjithë kjo botë që e rrethon. Dhe edhe për efektin e propagandës së tij të mbrëmshme intereson që ta pompoj realisht aleancën tonë. Kjo na shërben neve për forcimin e pozicionit të Shqipërisë, si një lloj për atë që është leadershipi, po dhe Kosova mbi të gjitha, të bashkimit, mund ta quajmë pa kufi tonin, pavarësisht se ti kundërshton këtu, në konceptin kombëtar, ai është shef si kërcënim, sepse një Shqipëri dhe një Kosovë me një Kroaci që për arsye historike, por sot edhe ushtarake, janë të forta në rajon, Serbia humbe hegemonin e vetë, humbe fuqinë e negocimit, dhe mbi të gjitha... Por hegemonie ka Serbia. Në mendsinë e vetë, hegemonin në Ballkan e ka. Po Serbia është vend që prodhon në botën Ballkan. Serbia është brenda botës vetë. Pra nuk ka më kushton cila është hegemonia. Jo, nuk është brenda botës vetë, sepse në atë që sepse Serbia e përdor si element të gjithë pjesën e Serbisë. Po përdor, aktualisht nuk them realitetin ku është. Ore, po brenda vetes është diçka tjetër. Po pra, po s'ka tjetër. Populli serb me thonë që është më i miri në rajon, është më i fuqishëm. Jo ka rëndësi, sepse është çështje ai e përdor për politikën e mbrëmshme. Ne po themi kushtrihet, pra shtrirja e Serbisë nuk ka hegemoni. Serbisë është që ka rifilluar armatimet, profesori mund të ndihmoj, për sa i përket që kur filloi lufta e Ukrainës. Po ato armatime që ka, ne i quajmë armatime, ajo është në një garë midis Serbisë dhe Kroacisë dhe është një tentative NATO-s. Po prit, se këtë garë po është një tentative NATO-s për ta futur Serbinë, për t'ia futur këmbën në një kputuc. Deri më sot ka pasur armatime ruse dhe kineze, të cilat nuk janë nën kontrollin e NATO-s dhe nuk e dim si funksionojnë dhe çfarë bëjnë, ndërsa kur sot i jep armatimet NATO-s dhe është totalisht nën kontrollin e NATO-s, pra nesër, sepse ti ja jep atë avionin që do blej Rafallat, sepse ka bler Kroacia po i blen ata Rafall. Pilotët do i servisin në Francë. Teknikët do i servisin në Francë, pjesët do i marrin nga Franca, raketat do i marrin nga Franca, pra kjo është një futje, pra NATO po e fut në xhep. Se ti vetë po je përgjigje. Pra në mënyrën se si NATO duke hyrë pjesë e kësaj, s'ka çështje. Atëherë ai ka të drejtë që thotë unë nuk dua të jem, këto janë kërcënim për mua. Po mos donte ti ishte, ai po përdor thjesht, po e përdor thjesht për politikë të brendshme për çështjen që ka tashmë. Po e përdor për politikë. Po në aspektin tjetër ai është brenda kësaj, s'ka kush ai ka bërë marrëveshje për blerjen e këtyre armatimeve. Ne jemi në debat tani. Okej. Jo, ideja ishte, më falë, vetëm edhe këtë kisha. Kjo marrëveshje, sepse do të trajtojmë diçka edhe bazën ligjore të kësaj marrëveshje, përveç kësaj aleance, përveç bashkëpunimit bashkësisë së vlerave. Kjo marrëveshje ka edhe një bazë të fortë ligjore herë të parë, i referohet nenit 51 të kartës OKB-s lidhur me aleancat mbrojtëse. S'është aleancë mbrojtëse. është konfigurimi një aleancë, pra Serbia e trajton si aleancë mbrojtëse. Nuk është aleancë mbrojtëse. Shiko, nuk është një deklaratë. Pra po ishte aleancë mbrojtëse do të sukses, po s'është e tillë. Tani është një deklaratë politike, po që fare, nëse do ta trajtoj. Po unë po them si po e trajton Serbia. Serbia po e trajton si një aleancë mbrojtëse. Po edhe nëse e trajton si aleancë mbrojtëse, kjo ka referenca nga karta OKB-s. Jemi në rregull. Gjithashtu, kjo ka referenca. Po mendoj që nëse Serbia i referohet si një aleancë trepalçe mbrojtëse, mendoj që Serbia ka drejtë sepse asaj dhëm më shumë në lëkurë. Bi klauzula që ne nuk i dim. Ishte tillë për realitet. Bi klauzula që ne nuk i dim. Tjetër, pra ka një bazë ligjore në kartën OKB-s. Kjo nëse sipas aleancës sipas serbëve. Gjithashtu, kjo mbështetet në konceptin strategjik të NATO-s. Shqipëria dhe Kroacia janë vende antar të NATO-s, ndërkohë që NATO është në Kosovë. Ata te Kosova se bësh tregton. Kosova i dhëm në mënyrë të veçantë. I dhëm gjithë aleanca. Dhe e treta është edhe me planin strategjik, me strategjinë e mbrojtjes të miratuar disa ditë përpara nga BE-ja. Po juridikisht jemi dakord, profesor? Osmani. Problemi është politikisht ku shkon? Aleanca Kroate, Kosovës dhe Shqipërisë, ndërmjet Kroacisë, Kosovës dhe Shqipërisë është, sipas asaj që unë e shoh, është një paradhom e një parapërgatitje, pra e një plani parapërgatitës për situatat e reja dhe për rrjeshtimet e reja gjeopolitike.
se cila nga palët ka qëllimet e veta strategjike. Qëllimet strategjike të Shqipërisë, Kroacisë dhe të Kosovës janë që të bëhen një blok në rast se do të ketë ndryshime dhe zhvillime strategjike brenda kampit NATO-s me ardhjen e Trumpit dhe me filozofinë e tij dhe me filozofinë e re amerikane dhe me konceptin e ri për një sistem mbrojtje të Europës në fazën e re, ndërsa Vučići është në planin e tij për të konfiguruar dhe për të përcjellë shqetësimin e tij që të qëndrojë brenda lojës ruse. Një, duke treguar se ka rrezik kroat, shqiptar dhe kosovar për Serbinë e para, dhe e dyta për të bërë ftesë që të betonoj atë marrëveshjen apo të aleancën e dytë ballkanike e cila pritet të ndodhë që është ndërmjet Serbisë, Hungarisë dhe Rumanisë. Tashmë pritet shohim se ku do të shkojë Maqedonia e Veriut, a do të bëhet pjesë e aleancës kroate shqiptare kosovare, apo do të shkojë tek pjesa Beograd, Budapest. Nuk shkon dot se është shqiptare NATO-s. Dakor, por deri tani fakti që ka ndenjur të heshtur dhe deri në këtë moment fakti që ka ndenjur as këtu as atje kanë futur në Turqi në lojë. Është Turqia e cila ajo për nevojat e veta po futet me një plan tjetër, me një plan B, duke bërë një marrëveshje që e përfshin edhe Maqedoninë brenda. Pra, ajo që është duke ndodhur në rajonin e Ballkanit është një plan i detajuar, i përgatitur sipas mendimit tim nga NATO, e cila po përgatitet për periudhën e re gjeopolitike në kushtet nga NATO në koordinim me administratën e re Trump apo jo? Patjetër. Një zbehje e rolit NATO-s, ka iden Krishtiku. Pra, në qoftë se do të ketë një, unë nuk e quaj zbehje të NATO-s, kemi NATO-n Europiane, transformim të rolit saj. Mund të ndryshoj formën NATO-ja se si do të veproj. Unë nuk besoj. Si dhe bashkuara e tërhoqen, thuj se kanë marrë vendimin për tërheqjen e komandantit të përgjithshëm të forcave aleate në Europë, s'do ta ketë Shtetet Bashkuara që ka 75 vjet që e ka. Dakor, po kjo është një llogari me Europën. Kjo është një llogari me Europën, besoj unë, dhe nuk është llogari me të gjitha zonat e saj të influencës. Duhet për fat keq ta mbyll të pjesë, por duhet të fjallë pëllumbet. Atëherë, ne përpara se të vim tek pse u krijua kjo aleancë, duhet shohim realitetin e ngjarjeve që kanë ndodhur. Masi filloi lufta në Ukrainë, ne e pam që Serbia krijoi një destabilitet edhe në Bosnjë Hercegovinë. Bile erdhen diplomat britanik që prunë edhe trupa shtesë britanike për të mos krijuar një terren ku mund të lindte një konflikt i ri dhe të rrezikojë prishja e marrëveshjes së Daytonit. Kemi parë 2 herë që Serbia kohët e fundit krijoi incidente dhe në Kosovën e Veriut. Shohim që Serbia nuk ka ndryshuar politikën e agresionit Ballkan. Në Kosovën e Veriut, në Veriun e Kosovës. Në Veriun e Kosovës. Në pjesën veriore të Dardani. Të themi në Dardani atëherë. Dakor, nuk ka rëndësi Dardani. Dhe në janar të 2024-shit erdhi David Cameron, ministri i jashtëm britanik, dhe tha dhe dha garancit plot që nuk duhet të trazohen ujërat Kosovë dhe s'duhet preket më ose të krijohet destabilitet në Kosovë. Pastaj lini kjo aleancë është natyrale, është historike. Kroacia ka pas gjithmonë marrëdhënie të mira, siç e thamë edhe më parë, Kroacia me Shqipërinë kanë interesat përpashta në rajon dhe për mendimin tim, pavarësisht se Serbia po tenton të bëjnë viktimen si gjithmonë, ata janë agresor. Dhe duke pas një agresor dhe një politik serbe të rrezikshme në Ballkan, kjo aleancë për mua ka vlera të jashtëzakonshme dhe është një aleancë që pavarësisht se NATO deklaroi zyrtarisht se nuk është kanë në dieni për krijimin e kësaj aleance, unë besoj dhe mendoj që kjo është bërë në koordinim të plot edhe me Shtetet e Bashkuara. Nuk deklarat nga NATO që nuk kemi qenë dieni. Ka pas deklarat nga një që nuk është dash të konfirmojë emrin e tij, është një e ka lënë gazeta Vjesti e Malit të Zi, është një zyrtar i NATO që nuk ka dash të japin emrin. Nuk ka deklaratë zyrtare, jo. Vjesti e priti rrute se shkoi çaj. Vučići që ka deklaratë zyrtare s'ka pas. Por unë referoj Vjestit, një gazete që ka marrë një intervistë një zyrtar të NATO-s dhe ai ka thënë që nuk jemi në dieni. Vučići shkoi të bënte viktimen, se gjithmonë ai që është fajtor gjithmonë do të qatë dhe të bëjnë viktimen, por rëndësishme është që Shqipërisë kjo aleancë i shërben shumë. Faleminderit Zyshala, faleminderit Goxhe, faleminderit Bozhegu, faleminderit Krishtik Osmani, faleminderit zoti Alfred Pullumbi. Kjo ishte pjesa e parë e emisionit ton, por në pjesën e dytë do flasim për sekretet e dosjes numër 2, asaj dosjes e cila u sajua në
dhomat e parapurgimit të Erion Veliet, që në fakt nuk po fritet shumë, prandaj thashun të flasim mirë që shohim çfarë bëhet, por dhe pastaj ore çfarë profili po merr fushata e cila kanë ndezur tashmë motorët. Por duke qenë se kam shumë kërkesa për sa i përket ndërkalljes që lidhet me ushtrinë kroate, unë do të ritransmetoj edhe një herë treshin, do të kaloja pastaj Elvan, bloku publicitar dhe do vija me një panel krejtësisht të ri për të trajtuar çështjet e rëndësishme të fshatit tonë të vogël. Nuk është një sekret. Ushtria kroate është e armatosur deri në dhëmb dhe është një nga ushtrit më të forta dhe më të rrezikshme në Ballkan. Përveç sistemeve raketore vendase të modifikuara dhe të modernizuara, kroatët kanë blerë nga SHBA 8 sisteme të sofistikuara raketore HIMARS, që janë të një niveli shumë të lartë. Gjithashtu, qeveria kroate ka blerë nga Gjermania 50 tanket fuqishme Leopard, me krejt sistemin e tyre raketor mbrojtës dhe me shënjestrues me lazer. Po ashtu aviacioni kroat ka blerë nga Franca edhe 6 avion supermodern francez Rafale të gjeneratës së 4 dhe të 5. Trajnimi i pilotëve ka përfunduar dhe forca goditëse e avionëve është sot aktive. Këtyre blerjeve të fundit ju shtojnë edhe 6 dronë TB2 Bayraktar nga Turqia, ku gjithashtu janë trajnuar paralelisht edhe pilotët drejtues të dronëve të shtrenjtë. Sipas ekspertëve, fuqizimi ushtarak i Kroacisë është i paparë ndonjëherë në historinë e vendit ballkanik, antar i NATO-s. Nënvizohet që ky arsenal i shtohet forcave të armatosura kroate, të cilat kanë një profil të lartë dhe cilësor në bazën e tyre. Tanket e vjetra jugoslave janë zëvendësuar me 60 tanke amerikane Bradley M2A2 të dhuruara bujarisht nga Washingtoni disa kohë më parë. Në marrëveshjen trepalqe me Shqipërinë dhe Kosovën, Kroacia zotron armatimet më të mira dhe më të përditësuarat, por së bashku me forcat ushtarake shqiptare dhe ato të Republikës së Kosovës, duket se Serbia ndihet realisht brenda një gardhi mbrojtës ushtarak shumë të fortë.